Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Jemi edhe sot drejt për drejt në këtë ditë të zymt, duhet ta themi. Është 21 maj, ditë e mërkur, shi bie jashtë. Mirëmëngjes e dashur. Sot që ke në një variant të viteve 40-50 urime parukierës, domethënë. Më duket si urdo? Edhe stilistës, patjetër. Mami është stiliste apo jo? A ishte periuda e luleve, që vinin ato lule të mëdha, apo? Po, sot nuk e di, u zgjova. Sot që ke një humor të jashtëzakonshëm, domethënë, mbi gjitha një fjali dëftore nuk po e çon deri në fund, por jo ka. Nuk e di pse duke u kështu sot. Më të lutem, mos bërtit, domethënë, se njerëz sa janë çuar nga gjumi, domethënë. Mirëmëngjes, koleg, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, paçe e bene. Okej, tipo Ingjana. Ylli Rakipis 1, Papa Leones 2. Po, Bob De Niro 3. Domethënë një e mesme. Po, pra. Koha, moti. Koha është mot. Po, pra. Domethënë, është nga ato kohë që ti thua, po mirë, fund maj është sot. Ne vjet në këtë kohë kishim bërë 5 ditë plazh. Në total kishim bërë. Po. Çfarë se ti i bër? 4. Po vdes para të 5. Do të jetë edhe sot, pra dhe nesër është e njëjta kohë, njëjti mod, çadrën me vete, herë hap, herë mbyll. Domethënë, shira. Por ka raste që dhe hap. Është nga ato shira, domethënë që të kujton që po mirë më por zgjedhet në votën. Ose zgjedhet i votën, se varet nga cili kraj. Nuk janë vjedhur zgjedhjet. Ka dalë presidenti i Partisë Mundësia, ka thënë, "Çfarë kanë vjedhur zgjedhjet?" Po pse? Kur doli? Po, para se cili është president? Po, ma tha mu s'ka ku bunon me mi vjedhë zgjedhjet, kështu që nuk... Pse thonë këta, Johan Debo? Nuk e di. Janë mbyllur, është mbyllur procesi zgjedhor, janë numëruar të gjitha. Kjo është sukses i madh, sepse e kemi mbyllur për një javë, sa 10 ditë. Në 10 ditë, domethënë që herë tjetër vazhdonte deri në korrik, gusht, domethënë. Po. Polonia me 45 milion i mbyll për 4 orë, po kjo pak rëndësi. Problemi polakëve këtu burr, domethënë popull dele polakët. Jam vjedhë këtë votë, nuk du ta. O koleg, ne të pyetëm për motin, dolën për zgjedhjet. Sepse ka një lidhje, koleg. Cila është lidhja? Në qoftë nuk e kupton, është e kohët që unë të shpenzoj energji. Asë të kuptoj. Është moment delirimi se ka vendosur që të bëjë dhe një spektakël në 2 qershor, ndoshta? Po, në 2 qershor, po vjen. I para fundit. Jo, po ky është... Mi fundit për këtë sezon. Sepse po bëhet gati dyshi, stand-up dyshi. Po. Po bën dyshin gati. Po. Ata që se kanë parë në 2 qershor të Cineplexi, po do kemi kohë të flasim për gjërat të kota. 2 qershor të Cineplexi, mrekulli. Ore, gjërat bukura thotë, domethënë. Gjërat kota. Po, pra. Unë me kolegun kemi pasion koncertet rock. Është mosha, është. Për shembull ti një baladat rock të Sabianit? Do t'i mësosh të premten. Sa po konfirmoj. Po, konfirmoj. Mos të thuaj se na e marrin. Por në koncertet rock, domethënë, një nga arsyet e vërteta që shkohet është kur domethënë tit i thonë po nuk që i ngarkuar jo vetëm alkool, po edhe gjëra, domethënë. Më mirë mos shko. Po pra, po. Jo, unë shkoj. Ose kur shkosh në shtëpi, më mirë mos shkon në shtëpi se tre gruaja. Megjithatë kur ti shkon në koncert, që kur kanë dalë to telefonat celular, ke një dëshirë që ta filmosh koncertin. Po. Ke parasysh? Edhe kur je pastaj nuk e filmon edhe atë celularin, edhe të hedhin në gjyq për këto lloj gjëra. Koncert rock të pëlqen? Jo. Kolegu ka shpik koncertin rock, që kur ka shkuar tek Scorpions. Kur ka nga Scorpions? 2000. Ku ishte të stadiumi Dinamo? Po. Nami Zi, arsyeja pse ka i kolegu e di? Ka qenë gazetar? Jo, më nuk është fan si Scorpions. Ishte free. Nuk ka qenë, jo, s'ka qenë free. Ke pagu bilet? Ka qenë 5.000 lek bileta, më. Që i ka sa... Ke harxuti në atë kohë 5.000 lek bileta? Që rasën, po shkidhe 4. E kuptova. Mos ke qenë i lidhur në atë kohë me ndonjë Scorpionse? Në ma fanca e Scorpions. Sa vite ka ngalu, se hapën... 24. Duhet dhe një vit hap dosi. Kuptova. Hap kutit ose largo. Le të shohim një koncert rock në gjendje... përmbytur. Un compa que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta. Okej. Më mirë është.
Që do mbaj mend nga është një njëti person që del në -2 gradë lakuriq duke pa neshin. Është i njëjti njeri, nuk është se ka ndonjë ndryshim. Bota prandaj është e bukur sepse njerëzit janë të ndryshëm, kolegë. Cili është raporti jot me shkencat? Është raporti s'ka nis akoma. Po, unë them dhe mos ta nisësh. Për shembull, unë nuk e nisa, e braktisa në një moment saktuar dhe bëra gjëra tjera shkencore. U martova, që mos përdor Google-in dhe njofta kolegun që më orienton, më ka shpjegu busullën një herë, shpjegimi zgjati 1 javë ca dhe dështoj, nuk e kuptoj akoma, por më ka shpjegu edhe shpjegon her pas here ADN-n, ligjet e fizikës, Materien, antimateria, evolucionit, aksiomat, domethënë e kështu me radhë. 4 format e këtyre galaksive. Mos kalo. Mami im ka qenë për shumë vite mësuesja ime e fizikës, e matematikës. Dhe më ka dështuar mami apo ke dështuar ti? Nxënësit, neve arrim në apo keni dështuar të dyja bashkë? Unë, se mami është zonja atë që bën. Domethënë, ajo i njeh paktën ligjet e fizikës. Ma kishtave. Po ligjet e kimisë? I njeh disa. Po biologjisë patjetër. Se po. Por ka dhe sfidant të këtyre ligjeve. Ne dy për shumë. Jemi sfidant të jashtëzakonshëm. Kolegu i cili është njeri racional, për shembull, po ti futesh në këtë fushë e nervozon, pavarësisht se shokun e vet më të ngushtë ka dom gjërgjit. Shiko, opposites attract. Okej. Por papa që ka një ngjashmëri me ty është matematikan. Është matematikan. Po. I thanë atij që zgjidhë teoremën ose bëu prift. U bë prift. I bëri gjitha. A pse ka mbaruar matematikën. Ka mbaruar matematikën. Di tabelën e shumëzimit nga fillimi në fund. 77? 313. Shokët. O Rame, ku i ke shokët? O Rame. Ke parasysh dita më e keqe e një njeriu është kur është duke skuq speca dhe i bie një pikë. Ja, bë. Tak. Kurse ai robi fut duart në vaj që balon. Ti që di fizikën atë? Më kanë nga këta njerëzit që kanë djeshmëri të ulët. Është çështje pragu, djeshmëria 1 dhe 2 është mos e mbash mendin aty. Nëse s'ke mendin aty, ecën dhe mbi qymyr. Ecën mbi thëngji. Po. Kështu që është e gjitha, do ta marr një ditë në shtëpi të gatuaj se ngordha, si kam përdor. O zot. Unë e shija dhe ngjethesha, domethënë. E bukur është ushqen të zjarrin me vaj. Tani t'ju bëj një pyetje. Patjetër. Kur dilni të dy bashkë nga liçeni? Të ditë keni dalë se shi, koha arsi është. Kemi dalë dhe shi. Përveç komenteve që bëni rreth kafshëve, qenve. Mive, janë shtu minë të liçenit. Janë shtuar minë, shqyrëzohet. Po. Kur shikoni pronarët e qenve? Që janë? Pronarët? Pronarët. Nënat e qenve. Mamat pra, se pronarë është fjallë e madhe. Që janë zonja të bukura, të kuruara. Një koment bëni, apo keni frikë gratë? Absolutisht kokën kraun tjetër se jemi në lidhje direkte. Gjithë kohës. Totalisht. Jo, unë habitem, kujtoj se janë baballarë. Kolegu, tani po e marrë vesh që kanë mamat e qenë. Nuk shohim, ose bajmë kokën ullur. Domethënë kemi mënyrën tonë. Ka pas momente, për shembull, sidomos mbas zgjedhjeve që ecën me kokën lartë. Jo, kemi dhënë shenja. Jo, do të ecëm me kokën lartë për të treguar falënderues për këtë fitore publicitare. Një koment bëni ju? Një koment më ka bërë mua një mamë qeni se. Mamë qeni. Isha duke... Mamë qena. Më kishte thirrur natyra, isha pra një pemë, kisha ngritur këmbët, dhe ajde në mami, tha, për të shëbës, tuk jam unë. Po të që ajo, që s'do më gjezë? Jo, nuk më shef. Nën baqerek zjot. Ja kam shtu zile. Tani pse hape këtë argument, ku do të dalish? Po për të mësuar pak si bëni komentet ju, ndaj gjërave të bukura, dhe këtu përfshihen dhe gratë, vajzat. E ke fjallën në i vajzë pishin për shembull. E një pishin, ti që shkon bën not. Po pra, i thema gocë mos u hidh aty se ka thellë. Kaq, maksimum. Ose kur më thotë për shembull që a mund të më ashtu një çik kremin kuris. Po çdo do kremin në pishinat mbyllura? Po, pishin, po. Tatuazhin e ke akoma? Lërë, kolegë, ndjekim argumentet e tjera me në cilët do të dali Fabi. Yll qenka. Okej, janë fotografët nga poshtë. 1 minutë e gjysmë mund të mbajmë. Sa e mbandi? 1 e gjysmë, për atë 2 e qerek. Po sytë hapur i mbandot? Sytë hapur e kam që problem. Unë kam shumë problem. Lash me syze apo pas syze? Me syze po i mbaj hapur, po pas syze i mbaj mbyllur. Po,
Përveç rasteve kur shkojnë në Bregdetin e jugut, ku i hap syt në ujë për të parë investitorët strategjik mbi ujë. E thellë kjo, ose i thellë deti. Një sekundë. E qartë, më thëmë. Por, ka emisione të vërteta, jo si këto që bëjmë ne. Emisione që përputhen me shijet e publikut të gjërë. Apo jo, kolegë? Ti ke parë në një emisione të tilla? Po thuaj se për ditë, po thuaj se çdo ditë në televizion ka që përputhen intelektualët, përputhen mendimtarët. Një shkollë e vërtet, apo jo? Një shkollë e vërtet. Duhet ta pranojmë. Po, domethënë ku një televizion kombëtar me shumë guxim përputh në të njëjtin vend shkencën dhe filozofinë urbane. U shpreha saktë? Ndoshta kam humbur këtë pjesë, me ata shohim edhe komentojmë brapë. Jo, intelektualët në këto lloj programe shkojnë. Mund të shumë që i vazhdimi? Ja, vazhdimi është me titra dhe... E ka thënë dhe të tjerë për para, nuk është se është... Që një këngë dikur, o mirë se në erdhe, o mirë se ju gjeta. Po kjo shkollë? Këtu midis malesh ka lullëzu e jeta, qofë se të kujtohet. Mirë se erdha, kolegë. Mirë se ju gjetë, tëmë. Nejse. Pas pak, në studio. Mark Palnika e kërkues në arkiva dhe autor do flasim për një thesar, dokument 510 faqe, që flet për Shqipërinë dhe ka qenë një fshehur që nga viti 1652 në Bibliotekën Komunale Romolo Spezioli. Po si e gjeti Marku këtë? Marku ka kërkuar për shumë vite, ai ka rreth 15 vite që kërkon për arkivat ndryshme, por vetëm pak kohë më parë ka gjetur këtë dokument. Nuk e fotografia që janë gjithë bashkë, sepse zoti Mark është ndëruar me çmimin qytetar nderi i Fermos. Në qytetin e Fermos, po. Vetëm se ka shkuar për arkive atje dhe ai kryetari i bashkisë ai që ka të vendosur atë shallën. Po, por dhe biblioteka gjetet pikërisht në Fermo, edhe ndaj ka marrë edhe titullin. Në fund edhe qyteti Fermos gjeti dikë që mund pranoj. Po pra normal. Fermo është, Fermo do me thonë me ndalë. Po ndalë atje dhe mos me lëvizje. Gjithsesi, ky dokument kishte kaluar në ndërduar të shumë autorëve dhe studiuesve jo shqiptar, por nuk kishte publikuar kurrë dhe Marku e ka publikuar në 2 gjuhë, në shqip dhe në italisht. Po për çfarë flet ky? Është një dokument që ka 6 kapituj dhe përshkruan historikun e 16 misioneve fetare të kryera nga autori nga viti 1634 deri në vitin 1650. Unë kam i pyetje. Ky quhet libër apo dokument, koleg, se ti merr vesh me këto? Është dokument, por i sjell në libër. Çdo send i përbërë nga fletë të ngjitura që kanë një kapak, quhet libër. Libër kuzhine, libri makinës, libër shtëpie. Libri i pagesave të ujtit. Libër pastaj gjinia letrare apo... Quhet dokument. Megjithatë, ne Markun prandaj kemi thirrur që të Ma të regojmë shumë, po. Jepen të dhëna për krishterimin në Durrës dhe në zonat, nga Myzeqeja deri në Dibër, flitet dhe për zonën e Matit dhe përshkruan se ku ka libër. Për zonën tënde, do me thëmë. Po, po. Okej. Dhe pastaj vjen në studio Oz. Orgesa Zaimi. Oz pra? Dhe flasim për këngën e saj e Premte. E Premte? Këtë kënga është e mërkur sot, por le ta ndjellim të Premten të visa më shpejt. Okej. Kënga më e re. Më e re. Është publikuar përpara disa ditëve, një këngë shumë e bukur. Ja, po tani, Orgesa më tani... Orgesa është garanci. Orgesa tashmë është personalitet, por është një këngë që ka dhe mesazhe kuptim plotë, Çdo këngë që bën Orgesa dhe titujt kanë vërtet mesazhe të vazhdon Orgesa këto në video në TikTok? Vazhdon edhe i qanë. Ato që... Vazhdon edhe ju të bëni video në TikTok. Kurdo? Ju të vazhdoni edhe ju të bëni video në TikTok. E kena mbyll TikTokun. TikToku është hapur. Para zgjedhjeve mbyll TikToku, fitore publicitare. Do hapet, kole, kam përshtyp tani që mbaroj dhe numërimi votave, do hapet se s'ka pse ta bëjmë. Po pse, më burr, po pse. Ka thënë një vit. Kush pret? Rikthehet në studio. Jetona Koçibelli, drejtore e Qendrës për Hapje dhe Dialog, do flasim për një koleksion. Për një koleksion kryeveprash. Nga bohemizimi te përjetësia dhe Amir Gros Kaviri sjell në Tiranë koleksionin në bashkëpunim me ambasadën e Izraelit. Në shkëlqimi i artit modern të viteve 1900-1970.
ka kryevepra botërore dhe të Amedeo Modigliani, Edgar Degas, Po pra pashtë, ka Modigliani originale, Po, Themi Degas që të mos na ashtu. Degas, si tash? Edgar Degas. Po Degas, tamam. Po Modigliani është italian, pse është në koleksion italian, i cili me sa di unë një pjesë mirë të aktivitetit ka kryer në Zvicër. Nëse nuk Në Zvicër, Francë, ka pasur një në Zvicër është në muzeun Ka pas vizë pune, po tash se në do vi. muzeun e Zyriut është koleksioni më i madh i Modigliani. Po nëse nuk ka. është kolegu, nuk e di çfarë ka sot. Por kemi dhe skulptura që janë pjesë e këtij koleksioni të Nuk e vyra. lexuam Modiglianit, Tamara Delempicka, këtë nuk e dëgjoj, nuk e lexuam. Këtë Jo, e ke të shkruar. o koleg tani, nuk është Tamara dokument. Delempicka, po. Po nuk është dokument që duhet ta ndjekim Nuk bresh duhet, pasazhi. Jo, nuk janë headlines. jo. Me gjeta edhe njerë si quaj? Nuk ta them. Tamara Delempicka. Okej, në rregull. Pastaj do gatuaj. Tani do gatuajmë spaghetti me patlıxhan në tavë, janë në tavë. Shikon, nga Modigliani, ke patlıxhani, na lë 2 sekonda, se nuk mund të kalojmë kaq kështu. Tani tek ajo faqja që marrë unë recetat, nuk ishte spaghetti, e mora fusili. Njësoj ha makarona. More çet kapi dora, e kupton? Si t'ja vëm emrin sot? Fasule se shi, po pra po. Pra. Po nana grosh, do vish për drek. Po, Patjetër. Tani Të krasë, të sjell grosh mia me vete, shkoj. Ore janë në furr, është tavë në furr, nuk është makarona kështu si që nxjerr ti. Si është shërbenti kur e pjek? Jo, po ajo do dali si kallëp, domethënë do shërbej, pra. prandaj është Nuk e lan për shumë kohë në furrë, Nuk e lam për shumë kohë në furrë. Nuk e lam për shumë kohë në furrë. Me këtë syrin kështu se Dakor, kjo është tjetër pjatë krejt, domethënë, mund të jetë pjatë siciliane, nuk e di ku e ke gjetur, domethënë, por këto partisë. po. Më mirë, ose shkruaj foto ilustruese, Po ilustruese themi ose çdo lëre ditë. black. E di si është kjo puna e fotos tënde, është pak a shumë sikur shkon në farmaci dhe i kërkon një ilaç. E thot nuk e kam, por kemi zëvendësuesin e saj që është prodhuar në Bullgari dhe që quhet 1 2 3 4. Po mos të krish pa gjë. Ose kërkon ti një misi me dikë që të shkruan, e shikon në foton e profilit, po dhe kur e takon në realitet është i ngjashëm ose jo me foton e profilit. Po mbetemi miq në fundit se gjuna, dolem që dolem për kafe. Mbetemi miq edhe me këtë foto, në fund. Pas pak Mark Palnikaj në studio, por fillimisht është Rod Stewart, kemi thënë që jo. Të dhe ca vjeç Kanë shpik me Rodën, ti e di, kanë shpik Pellazgët. Në Shkodër. Në Shkodër, po.